Përbes nuk është ndjenje mirë në ardhmë dhe herën e 32 me tentu me e zhblloku situatën, është fatkeqësi që ashtu ndodh, mirë po që ashtu që e dim, i takën të parit me zgjidh me dalë për kësaj blokade, kështu që po presim. Cilat janë parashikimet e juaja? Mundet me zgjatë edhe po kaq apo cilat sa mund të qenë afati që mundesh në shkollë më shumë për të kësaj që mundet 24 pa një rezultat? Ashtu që e dim, kryeministri i Kosovës, kryeministri në detyrë, është deklaruar që nuk ka interes populli edhe nuk ka interes, nuk është çështje me interes për me u zgjidh. Kështu përderisa kemi një kryeministër i cili e ka një mendësi të tillë, nuk besoj shumë në një zhbllokim të shpejtë të kësaj situate. Ju duket pak jo serioze si situatë, dihet meqense si deputet për herë të parë, me siguri keni paramenduar një përgjegjësi shumë të lartë me mbase pak më shumë burokracisë si do të shkojnë në kuvend. Si ju ka ndruar kjo vështirësi tash si deputet? Absolutisht, ne sot do të duhet të ishim këtu duke ngritur çështjet të cilat i preokupojnë qytetarët dhe të cilat ndikojnë jetën e qytetarëve, ju duke u marrë me seancat e Avnit Deharit, votimi në fshat, votimi i hapur, kështu që natyrisht që komplike diçka tjetër.